Të dashur miq, selam aleikum. Takohem sot në datën 19 mars i vitit 2025, për ndryshe në Evropë në këto momente është data 18 mars. Unë lidhem si gjithmonë nga Kuala Lumpuri i Malajzisë. Dhe sot me mikun tim Frymëzim Dautin do flasim për atë që unë e quaj ndoshta lufta e dytë e Gazës. Për çfarë do të flasim? Do flasim pak a shumë për bombardimet që Izraeli ka nisur dje, apo që i bie sot për juve, kundër Gazës, ku në bombardimet që ka nisur Izraeli ka vrarë diku te 500 palestinez, por sulmet e Izraelit që po bëhen kundër Gazës, po vinë pas një armpushimi disa javor. Ky armpushim u arrit ndërmjet regjimit izraelit dhe Hamasit, si pjesë e asaj që do të njihet si shkëmbim i pengjeve që Izraeli mban nga palestinezët dhe pengjet që palestinezët mbajnë nga izraelitët, por për personat që ndjekin politikën izraelite, kryeministri Benjamin Netanyahu rrezikon burgun për vjedhjet që ka bërë në Izrael. Dhe me sa tregojnë mediat izraelite dhe për ata që ndjekin mediat izraelite, ka një luftë të ftohtë në Izrael të brendshme ndërmjet tij dhe krehut të Shin Betit apo shërbimit të sigurisë brendshme, i cili akuzon Netanyahun për të korruptuar dhe si duket për të mos lejuar që të arrestohet dhe të shkojë në burg, Netanyahu ka nisur sulmet kundër Gazës. Tani sulmet kundër Gazës vinë 2 apo 3 ditë pasi administrata e presidentit Donald Trump ka nisur me bombardimet masive kundër Yemenit. Dje dhe pardje amerikanët kanë bombarduar disa qytete në Yemenin e Veriut dhe këto bombardime bëhen pasi qeveria e Yemenit të Veriut deklaroi që do të dalë në krah të palestinezëve, si kundër përgjigje e embargos 2 javore që regjimi i Izraelit i ka dhënë Gazës, duke ndaluar futjen e ushqimeve në Gaza. Bombardimet e qeverisë amerikane kundër Yemenit bëhen me qëllim se administrata zioniste amerikane e Donald Trumpit pretendon që duke bombarduar në mënyrë tegër Yemenin, do të detyroj jemenasit që të tërhiqen nga mbështetja e tyre për rezistencën palestineze. Por përveç këtyre, rreth, nëse jam gabim 10 ditë më herët, ne dëshmuam se si në Siri, qeveria e re vehabiste e Damaskut, e Abu Muhammed al-Gjolanit, bëri masakra të papara. Pretendohet që janë vrarë diku nga 3.000 deri në 10.000 sirian, shumica e tyre alevit, dhe alevitët po vriten në pjesën veriore të Sirisë, në zonat e Latakies, me justifikimin se këta kanë qenë mbështetës të Asadit. Për personat që kanë parë videot në pjesët veriore të Sirisë janë bërë masakra, sikur masakrat e Srebrenicës që bënte Ratko Mladići dhe Radovan Karadzići gjatë luftës Bosnjës. Edhe pse po bëhet një gjenocid i papar, ku njerëzit po vriten nëpër shtëpira, qeveritë perëndimore, të cilat në të kaluarën kanë përdorur justifikimin e R2P-s, apo the right to protect, apo e drejta për të mbrojtur,
ku me këtë justifikim NATO kërkonte që të bombardonte Damaskun 13 vite më herët. Me këtë justifikim NATO ndërhyri në Libi, u shkatroi Libin dhe vrau Muammar al-Gaddafin, dhe shkatroi qeverinë libiane dhe Libia u shkatrua si shtet. Çfarë po ndodh është se Perëndimi me nënkrye Bashkimin Evropian, në vend që të kërkoj që në Siri t'i jepet fund masakrave kundër alevitëve, krishterëve, shiitëve dhe minoriteteve të tjera, pardje apo dje kryetaria e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke marrë në Damask, në Bruxelles, ministrin e jashtëm të regjimit të Al-Gjolanit, e shpërbleu regjimin e Sirisë me $6 miliard. Pra Bashkimi Evropian do t'i japi $6 miliard Sirisë si shpërblim për masakrat që regjimi i Gjolanit është duke bërë kundër minoriteteve në vend. Tani, çfarë po ndodh është që, nëse duam që të përshkruajmë atë foton e madhe, është që me rënien e regjimit të Bashar al-Assadit në 10 dhjetor të vitit 2024, boshti i rezistencës, i udhëhequr nga Irani, ka humbur një nga aleatët më strategjik në rezistencën e popujve arab kundër Izraelit. Në këto momente që ne flasim, që jemi në mars, pra 4 muaj pasi ka rënë Damasku, e para, Siria nuk ekziston më, e dyta, lajmet më të fundit që vijnë nga dita e djeshme është që ushtria siriane dje ka hyrë në territorin libanez dhe ka filluar që të bombardojë çatra libaneze. Pra, Siria është bërë pak a shumë aleat i Izraelit në luftën kundër Hezbollahut në Liban. Pra, kemi qeverinë siriane e cila ndërsa ka humbur territoret e saj dhe janë pushtuar territore dhe Izraeli ka ardhur në kufijtë e Damaskut, që nuk bën asgjë kundër pushtimit izraelit, por lufton kundër Hizbullahit, armikut Izraelit. Pra, ndërsa kemi Sirinë që është në luftë kundër Hizbullahit, në anën tjetër kemi Izraelin i cili bombardon Libanin dhe Hizbullahin, bombardon Gazën, ndërsa kemi amerikanët në këto momente që janë duke bombarduar Yemenin. Palestinezët janë futur në embargo prej më shumë se 2 javësh, edhe pse është muaji i Ramazanit dhe nuk kanë bukë të hajnë, dhe Izraeli është duke i vrarë në mënyrë që të detyrojë Hamasin që t'i japi Netanyahut të burgosurit izraelit që Hamasi ka, si parakusht që Netanyahu ka që pasi t'i marri ta të burgosur të vazhdoj luftën dhe të vrasi sa më shumë palestinez dhe t'i dëboj ata nga Gaza. Pra, në këto momente kemi 2 aleance që po luftojnë, kemi aleancën siriane, izraelite, amerikano-britanike, e cila është duke sulmuar boshtin e rezistencës dhe ka arritur një nga fitoret e saj më të mëdha në histori që është ndryshimi i regjimit në Siri dhe shkatrimi i Hamasit dhe i Hizbullahit. Dhe në anën tjetër kemi boshtin e rezistencës, të udhëhequr nga Irani, i cili në këto momente, pasi ka humbur Sirin, pasi është dobësuar Hamasi dhe Hizbullahi, është në sul në Yemen, dhe në këto momente që ne po flasim, administrata e presidentit Donald Trump po planifikon me gjithë izraelitët për të bombarduar edhe Iranin. Këtë situatë do ta diskutoj me mikun tim Frymëzim Dauti dhe do ta shohim pak a shumë në spektrin më të gjerë gjeopolitik, duke patur parasysh edhe luftën që po ndodh në Ukrainë dhe bisedimet telefonike që po ndodhin në këto momente ndërmjet presidentit Donald Trump dhe të Shteteve të Bashkuara dhe Vladimir Putinit. Frymëzim, si i shikon zhvillimet?
Faleminderit Olsi, përshëndesim ndjekësit. Ju e përmlodhët mirë të gjithë rajonin në lindjen e mesme. Nuk është se kam ndonjë kundërshtim, pak a shumë. Besoj që mendimet i kemi të ngjashme. Ndoshta këtë çështja e Sirisë është pak më e komplikuar siç ju e shpjegoni, po do kemi kohë edhe ta debatojmë çështjen e Sirisë gjatë kësaj videoje. Kuptohet që ka një gjenocid kundër popullatës alevite dhe unë nuk jam sektar dhe kuptohet që e dënoj vrasjen e tyre, sidomos ata vetë edhe incizojnë vrasjet dhe në rrjetet sociale të gjithë ata që janë të interesuar, nëse kanë zemër, ti shiqojnë ato video, mund t'i shiqojnë dhe do të shiqojnë se bëhet fjalë për një gjenocid të njerëzve të pafajshëm, për vetë faktin se nuk janë vahabist apo selefi, po janë alevit, dhe kuptohet që kjo bie ndesh me parimet e islamit, me mësimet e islamit dhe unë dënoj këtë. Ashtu sikur edhe në fillim, kur e mori pushtetin, apo ndrimi pushtetit në Siri, e kam dënuar në videot, kur kam parë në rrjetet sociale se janë vrarë disa fjala komandant apo bashkëpunëtor të regjimit të kaluar, unë kam thënë që ata duhet të gjykohen dhe nëse gjykohen, kuptohet që duhet të ketë dëshmitar të besueshëm, se secili sot bëhet dëshmitar i rrejshëm. Dhe kuptohet që përderisa filloi të vriteshin fjala bashkëpunëtorët e regjimit, atyre etja ju shtohej për gjak dhe si përfundim filluan t'i vrasin edhe të pafajshmit, gratë, fëmijët, pleqet dhe t'i gjegin pasuritë e tyre dhe t'i vjedhin pronën e tyre dhe kuptohet që kjo bie ndesh me mësimet tona që i kemi mësuar për islamin dhe e gjykoj, kjo vetëm i shërben Izraelit, i shërben të gjithë atyve shteteve të cilët duan ta kolonizojnë Sirin dhe unë shiqoj në të aspekt. Kuptohet që jo të gjithë ndajnë këtë mendim timin, ndoshta kuptohet që edhe ju kundërshtojnë edhe juve për këtë mendim, po unë këtë mendim e kam pasur në fillim të luftës në Siri dhe nuk kam ndryshuar gjë dhe besoj që kam fakte dhe argumente të gjitha ata që i kam thënë, të shpjegoj se kanë dalë të drejta. Pra ne kemi diskutuar çështjen e Siris, kuptohet që në fillim kishte një revolt, të pakënaqësisë për shkak të krizës ekonomike, flasim për vitin 2011 kur filloi pranvera arabe, por atë situatë e shfrytëzoi CIA dhe shtetet përreth që kanë interes ata ndrojnë regjimin, kuptohet që ta largojnë edhe ndikimin e Iranit, por kryesorja është që ta sigurojnë ekzistencën e shtetit të Izraelit dhe si pasojë këtyre luftave sektare, sot rrezikohet Siria që mos të ketë një qeverisje qendrore, të jetë një shtet unitar, po të jetë një shtet konfederat apo e ndarë në kantone, ku të gjithë sektet do të kenë përgjegjësinë që të udhëheqin vetë apo vetë qeverisje të rajonit të tyre, sikur që janë druzët, alevitët, kurdët, kuptohet arabët sunit, po Halepi ndoshta për dallim nga edhe për shkak të distancës nga Shami apo Damasku mund edhe të formohet një shtet në Halep, e cila do të jetë në marrëdhënie të mira me Turqinë, pra kjo është vetëm një përsëritje e kolonializmit francez pas pushtetit të perandorisë osmane dhe ata për ta udhëhequr më mirë shtetin e Sirisë, ndajtën besoj në 5 shtete të ngjashme si kësaj radhe. Dhe rreziku më i madh është kuptohet që ka një rajon që është druzët. Druzët janë sekti shiizmit i ismailitëve dhe që për çudinë tonë, propaganda e ka bërë të veten, ata ndjejnë një afërsi, një pjesë e tyre, mos them, kuptohet që nuk është shumica, po ka një pakicë që ndjejnë një afërsi edhe me Izraelin, dhe Izraeli e shfrytëzon
që ta marrë në mbrojtje zonën ku jetojnë druzët e Sirisë dhe nëpërmjet asaj mund të lidhet edhe me pjesën ku është në ndikimin e kurdëve dhe kështu që të ketë një territor të madh nën kontrollin e Izraelit dhe që është realizimi i ëndrrës së tyre për një Izrael të madh nga lumi e Eufrat dhe nëse arrin që ta marrin edhe Sinajin, do të mrinë edhe në afërsitë të lumit Nil, pra dal nga dal si duket realizohet ideja e Izraelit të madh, Izraelit biblik, prej Nilit deri në Eufrat, dhe kuptohet që ne e dënojmë edhe planet e Izraelit dhe të mbështetësve të tyre në Perëndim dhe SBA. Sot kuptohet morëm lajme tragjike nga Gaza, ku janë të vrarë dikun të paktën 500 njerëz të pafajshëm, kuptohet, të cilët bombardohen. Tani edhe pse për një vjet e gjys ne marrim lajme të tilla nga Gaza, po asesi që të pajtohemi me këto lajme dhe çdo herë kur kuptojmë për këta lajme, është e trishtueshme kur mendojmë se aty vriten edhe gra edhe fëmijë dhe kuptohet shumica e tyre janë të pafajshëm. Tani çka ndodhi që të vazhdoj kjo luftë në Gaza? Është çështje për të analizuar, por kuptohet që ai çka është në krye të Izraelit nuk ngopet me gjakun e fëmijëve të Gazës dhe kuptohet që don t'i shfaros banorët e Gazës. Për këtë ka gjetë një alat në SBA dhe ne të gjithë e dim planin të cilën e shpalosi presidenti Trump dhe tha që Gaza duhet të boshatiset dhe aty të ndërtohen hotele o kasino. Mirëpo çështja është se në ata gërmadha, aty ndër ato gërmadha ka vareza. Pra ka familje të cilët fëmijët i kanë në ato gërmadha dhe besoj të paktën 10.000 të vdekur ka ndër gërmadhat e atyre banesave dhe nuk mund të lejoj popullata atij vendi që në varezat e fëmijëve të tyre të ndërtohen kasino dhe hotele për kënaqësinë e disa të pasurve të Perëndimit apo të lindjeve të mesme. Prandaj ky plan thuajse është e pamundur që të realizohet. Populli i Gazës qëndron stoikisht, morali i tyre është në nivel të lartë dhe ata janë të gatshëm që të sakrifikohen në këtë botë për një botë apo për një jetë më të mirë në botën tjetër, për shkak se shumica e tyre janë besimtarë dhe kuptohet që kjo është dobësia e Perëndimit, se nuk mund ta kuptojnë se si është e mundur që edhe pas gjithë atyre bombardimeve dhe vrasjeve, popullata e Gazës mos të largohet. Mirëpo, mbas një pyetje çka e pyeti një gazetar në shtëpinë e bardhë, besoj kur ishte premieri i Irlandës në shtëpinë e bardhë, një gazetar e Voice of America e pyeti çka u bë me planin e Gazës, ato ti dëboni banorët e Gazës, dhe Trump bëni një tërheqje, tha jo, ne nuk detyrojmë asnjë që të tërhiqet. Dhe po ashtu në ato ditë, presidenti Trump dërgoi një përfaqësues të tij në Katar që të negociojë me Hamasin për lirimin e disa të burgosurve ushtarak që Hamasi gjatë operacionit të tyre të suksesshëm në 7 tetor 2023 arriti që t'i burgos disa ushtarë izraelit dhe Trump i kishte dërguar një çifut përfaqësues amerikan që të hyjnë në negociata me Hamasin dhe kuptohet që Hamasi ishte pajtuar që t'i lirojnë të burgosurit ushtarak izraelit me shtetësi amerikane. Mirëpo pasi që qeveria e Izraelit kuptoi, ata e detyruan Trumpin që ta përjashtoj përfaqësuesin special të tyre dhe të tërhiqet nga negociatat e drejtpërdrejta me Hamasin. Kjo është një dëshmi se Trumpi nuk është i kënaqur me punën e ngadalshme të Netanyahut apo qeverisë izraelite, të cilët nuk kalojnë në fazën e dytë, dhe faza e dytë do të ishte lirimi të gjithë burgosëve ushtarak izraelit
prej Gazës në Izrael dhe me qëllim që të filloj edhe tërheqja e gjithë trupave izraelite prej Gazës dhe faza e tretë do të ishte rindërtimi i Gazës. Kuptohet për rindërtimin e Gazës kishte një summit të disa shteteve arabe në krye me Egjiptin, të cilët parapan një buxhet për në rindërtimin e Gazës dhe janë të gatshëm që ta financojnë rindërtimin e Gazës. Mirëpo çështja se Izraeli nuk pajtohet që të rindërtohet Gaza, ata janë të vendosur që të shpërngulin banorët e Gazës dhe kjo do të nënkuptoj se lufta do të vazhdojë. Unë nuk besoj që Hamasi është dobësuar gjatë kësaj periudhe 1 vjet e gjysmë. Besoj sinqerisht që Hamasi është shumë më i fuqishëm, për shkak se është armatosur shumë më shumë nga gjithë ata bomba të pakrisura në Gazë. Vazhdon rindërtimi apo ndërtimi i tuneleve të reja dhe kuptohet regrutimi i ushtarëve të ri dhe gjatë çdo tentative që ushtria izraelite do të ndërhyjë në Gaza, besoj që do të ketë mijëra të tjerë ushtarë të vrarë dhe të plagosur. Dhe sot mund të shiqojmë nëpër TikTok të gjithë ata ushtarët të Izraelit të amputuar, me këmbë të amputuara apo me duar të amputuara, dhe kuptohet që psikologjikisht izraelitët janë të lodhur nga kjo luftë për shkak se përveç dëmit psikologjik të luftës i ka shkatruar thuajse edhe ekonominë e Izraelit dhe janë me të madhe duke u larguar nga Izraeli për një jetë më të mirë në Amerikë apo në Perëndim. Dhe kur bëjmë një analizë është pak e habitshme sepse kjo luftë vazhdon. Mirëpo unë mund të jap një analizë të shkurt, mendimin tim, sepse edhe në Yemen, edhe në Gaza filluan bombardimet e mund ta thuajmë të befasishme, për shkak se sikur presidenti Trump sikur filloi një proces të paqes në botë, që të relaksoj gjakrat duke munduar gjithmonë për luftë, pra të mendojnë pak për paqe. Mirëpo ju e përmendët se sot ka një takim dhe tani në këtë moment janë duke biseduar Trump dhe Putin. Dhe si duket mediat çifute amerikane gjatë gjithë kësaj periudhe janë duke e kritikuar Trumpin, sepse ka një politik të butë kundrejt Rusisë dhe ndjek një politik të ashpër kundër Ukrainës. Tani besoj unë që para se ta filloj këtë takim me Putinin, ku do të bëj shumë lëshime Rusisë, për shkak se është e detyruar SBA të bëj lëshime Rusisë, Trumpi për t'u treguar se ende është i fuqishëm, është agresor para mediave çifute të SBA-s, ai është pajtuar që çka t'i thuajnë çifutët për lindjen e mesme, atë ta bëj. Dhe këtë Konstantin mund ta ndërlidhi me përfaqësuesin special të Trumpit, i cili e dërgoi çifutin Vitkov, për të cilën videon e fundit biseduam, e dërgoi në Moskva që të ketë takim të drejtë për drejtë me Putinin. Vitkov njëkohësisht është përfaqësuesi drejtë për drejtë i Trumpit me Putinin dhe njëkohësisht është përfaqësues i drejtë për drejtë i Trumpit me Benjamin Netanyahu. Pra si është e mundur që ai njeri çifut kuptohet i afërt i Trumpit që në të dy rastet të përfaqësoj Trumpin dhe interesat e SBA-s. Për mendimin tim, kjo është një politikë e Trumpit i cili thot për të mbushur apetitet e çifutëve, bëni çka të duani me muslimanët në Siri, në Yemen, në Liban, në Palestinë, vetëm që të largohen nga vëmendja për çka dua unë të arrij paqen me Rusin për interesat e SBA. Kjo është mendimi im, Olsi, për sa i përket. Mund, nëse ju mendoni kështu apo si e mendoni këtë çështje. Jo, jam pak a shumë dakord me ato që ju thoni, vetëm se puna është që pikpyetja e madhe është se çfarë do ndodhi me palestinezët. Kuptohet pra, domethënë Trumpi këtë po bën me zionizmin ndërkombëtar.
zionistëve, Trumpi i ka dhënë dritën e gjelbër që të bëjnë çfarë të duan me palestinezët në shkëmbim që Trumpi të arrijë paqe me Putinin. Në këto momente që ju po flisni, Russia Today dhe Kremlini sapo pas ka nxjerrë të dhënat mbi bisedën ndërmjet Trumpit edhe Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit dhe pak a shumë thuhet që kanë rënë dakord të dy palët që të arrijnë ndoshta një armpushim. Puna është këtu që çfarë ne po vëmë re që po ndodh është që ajo skena politike e lindjes mesme në këto 5 muaj ka ndryshuar në mënyrë të tashme për Izraelin. Nëse deri në nëntor të 2024-s Izraeli u përball me luftën më të gjatë në historinë e tij, luftë e cila u drejtua nga boshti i rezistencës i drejtuar nga Irani, ku Izraeli u detyrua, sikur thoshte edhe Benjamin Netanyahu, që të bënte luftë në 7 fronte. Në këto momente gjërat duken më mirë për boshtin zionist. Pse? Nga që rënja e Sirisë dhe marrja e Sirisë në kontrollin e tekfirëve të Al-Qaidës është një nga fitoret më të mëdha që ka arritur Izraeli, ndoshta që nga fitoria e paqes që bëri me Egjiptin në 1978-79 me akordet e Camp David, kur në atë kohë Anwar Sadati përftoi çështjen e Palestinës dhe u bë regjimi i parë arab, Egjipti, i cili do të traftonte çështjen e Palestinës, për të cilën Anwar Sadati edhe do të vritet pak vite më vonë nga Khalid Islambuli. Dhe kjo do të nisi atë konfliktin e gjatë ndërmjet islamit militant, njërën anë, dhe regjimeve bathiste arabe. Por, ndërsa Izraeli ka arritur që me paqen që bëri me Egjiptin, pastaj në mënyrë të përshkallëzuar dhe sidomos nëpërmjet akordeve abrahamike, ja imponoi paqen edhe regjimeve të tjera arabe, Siria ishte vendi i fundit i cili, edhe pse dihet që Bashar al-Assadi ka patur kanale të hapura komunikimi me Izraelin, por ishte vendi i fundit i cili shërbente si një pikë tranzite e këtij islamizmit politik të Hezbollahit dhe të Hamasit edhe xhihadit islamik për të vazhduar luftën kundër Izraelit. Ama rënja e Sirisë, për mendimin tim, është një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e luftës për shlirimin e Palestinës. Dhe çfarë po shohim në këto momente është që Izraeli bombardon Libanin dhe Hizbullahi, sidomos me vrasjen e Sejt Hasan Nasrallahit, nuk e ka më forcën që ka patur më herët. Nuk i kundërpërgjigjet më Izraelit dhe Izraeli mund vrasi këtë dojnë në Liban. Në anën tjetër, këtë regjimin kukull që NATO instaloi në Siri me Abu Muhammed al-Gjolani, ndërsa perëndimi Bashkimi Evropian i premtoi që do të japin $6 miliard në takimin që patën përpara 2 ditësh në Bruksel, edhe pse evropianët po e furnizojnë regjimin e Damaskut me para, në anën tjetër Izraeli vazhdon që bombardon Sirin. Domethënë Izraeli Sirin e ka kthyer, sigur e ka kthyer Gazën që futet në çdo moment edhe vret këtë doj. Ndërsa Izraeli i lejon dhe ndoshta edhe koordinon me këta tekfirët e Ahmed al-Sharrës që të vrasi shiite dhe alevitë dhe krishterë, bëj gjenocid kundër tyre, kur vjen puna nuk i lejon regjimin e ri sirian
që edhe ti afrohet veriut të Damaskut. Pra, Libani është pothuajse i shkatruar me Hizbullahin që nuk dihet se a ka më Hizbullah apo jo. Siria është totalisht e shkatruar, sidomos me rënien e Bashar al-Assadit, Izraeli shkatroi bazat më kryesore ushtarake të Sirisë, investimin që Siria e ka bërë që nga viti 1946, pra 70 vite investim ushtarak që Republika Arabe Siriane bëri për të përballur një ditë me Izraelin, Izraeli arriti që t'i shkatrojë të gjitha, dhe në Gaza, edhe pse Hamasi ekziston akoma, dhe kur ishte përpara 2 netësh patëm një iftar në universitetin ton këtu në Malajzi, Kuala Lumpur, ku ishte një djalë i cili kishte pak muaj që kishte dalë nga Gaza dhe na tregoi se si kishte mbjetuar që mos ta vrisnin, edhe se si ishte jeta në Gaza, edhe ndër të tjera, edhe na tregoi neve se çfarë është Hamasi. Edhe na tha, dëgjoni, tha, Hamasi, tha, nuk është ky, tha, që ju dëgjoni nëpër media, sigur ka organizime të tjera, tha. Hamasi, tha, është gjithë populli i Gazës. Se mua, tha, po ma vran babën apo vllajën, ditën tjetër unë do marr pushkën dhe do e vras një ushtar izraelit. Dhe po e pyesja si bjeton Hamasi bombardimet që u bën juve Izraeli. E tha, Hamasi, tha, mos e kujtoni, tha, si ndonjë strukturë ushtarake të organizuar, tha. Hamasi, tha, është ai që shet lakër apo që shet qep në rrugë, është një qytetar i thjesht, i cili pasi Izraeli ka vrarë nënën e babën e motrën, do të marrë hak. Edhe na tregoi historira që ka patur palestinez që kanë vrarë ushtarët izraelit edhe me thik. Po i thashun, si i vrisni juve me thik, ata kanë tanke. Tha, çfarë bëjnë palestinezët? Tha, e shohin tankun izraelit, futen në rrënoja, ka patur palestinezëta që kanë mbetur me javë në rrënoja, derisa kanë pritur që ushtarët izraelit do dalin nga tanku, dhe në momentet që ushtarët izraelit ka dalë nga tanku, e kanë vrarë me thik. Pra, por nëse shohim Hamasin si strukturë, industri, raketa dhe çka ka patur, Izraeli ka shkatruar. Megjithatë, rezistenca do vazhdoi dhe sigur po flisnim me këtë palestinezin që patëm pardje që erdhi në universitetin ton, është që palestinezët do luftojnë me miq në përdhëm dhe nuk tërhiqen. Por nëse shohim atë pikturën e madhe, është që ky boshti zionist ka arritur një sukses të papar me shkatrimin e Sirisë, nga që, sikur edhe vetë palestinezët e thonë, Irani thonë për neve është shumë i rëndësishëm. Se është i rëndësishëm sepse është i vetmi regjim i botës së lindjes mesme, i cili prodhon armatim dhe ua jep grupeve që luftojnë për të shliruar nga Izraeli. Qofshin ata shiite, sunite, apo duruze, apo të krishtera, apo çfarëdo që të jenë. Dhe fitoria e këtij boshti zionist në këto momente është se duke hequr Sirin nga ekuacioni, ata Iranin pothuajse e kanë nxjerrë jashtë loje e para. Në këto momente që ne po flasim, e vetmi hallk e këtij boshti të rezistencës që është duke rezistuar akoma është Jemeni. Dhe amerikanët tani me sa duket, me Trumpin, i kanë shpallur luftë Jemenin, e që ata kuptojnë që duke hequr Jemenin nga ekuacioni, nuk do të ketë më asnjë milici apo aktor shtetëror apo jo shtetëror që do t'i dali në krah palestinezëve. Jemeni në këtë javën e fundit apo Huthit deklaruan që ne do t'i dalim në krah palestinezëve, meqense Netanyahu e prish pushimin, e ka futur në sanksione Gazën dhe po vret njerëz. Kundërpërgjigjja kush është? Bombardimi i Jemenit. Në këto momente që ne po flasim, jemenasit pas kanë lëshuar një raket drejt Izraelit. Por
pyetja është kjo që nëse amerikanët do të arrijnë që ta zhdukin lëvizjen e Huthive, pastaj nuk do të ketë më asnjë shtet në botën islame që do të rezistojë. Dhe kur vjen puna tek Irani vet, Irani është një krizë të paparë, se në njërin anë kemi gardën revolucionare, e cila kërkon që të hyjë në luftë me Izraelin dhe me Amerikën, por në anën tjetër kemi qeverinë e Pezeshkianit, e cila i lutet dhe i përgjërohet amerikanëve, dhe Irani është pothuajse një gjendje lufte civile të brendshme, ku në njërin anë kemi liderin suprem, Khamenein, dhe gardën revolucionare, por në anën tjetër kemi qeverinë e cila i thot amerikanëve, amon i thot mos na godisni se u duam shumë. Dhe situata në këto 4 muaj ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Domethënë, nëse përpara 4 muajsh Izraeli detyrohej që të luftonte me milici të ndryshme, tani duket që këto milici kanë rënë, Irani është në krizë të brendshme ekonomike dhe politike, dhe domethënë me sa unë po kuptoj është që ëndra e Netanjahut në këto momente, por edhe Trumpit, është që të rinisin gjenocidin kundër Gazës në mënyrë që të detyrojnë popullatën e Gazës që ta lejë Gazën dhe të shkojë për në Sinai. Por është armiku tjetër me të cilin amerikanët dhe izraelitët nuk janë marrë akoma, i cili është Egjipti, po egjiptianët kanë treguar që ata nuk do të lejojnë që popullata e Gazës të dëbohet për në Sinai. Situata mua më duket shumë e zymt frymëzim, ndoshta mund të kemi, dhe me sa duket do të kemi paqe në Ukrainë, ndërmjet Rusisë dhe Amerikanëve. Ne patëm që nga sekretari i shtetit Marco Rubio e tjerë që e kanë pranuar hapur që lufta në Ukrainë është një proxy war, është një lufta jonë, domethënë ne e bëm luftën në Ukrainë dhe ne duam që ta mbyllim këtë luftë. Edhe pse britanikët me evropianët, me kanadezët po duan që të mbajnë atë linjën e presidentit Biden edhe kësaj çifutrisë ndërkombëtare e cila kërkon patjetër luftë me Rusinë. Me sa unë kuptoj është që Trumpi do ketë bërë pazar me zionistët. Duke thonë zionistëve që ju bëni çfarë doni me arabët dhe me myslimanët, biles do t'ju ndihmoj edhe unë, që do bombardojmë Jemenin bashkë dhe ndoshta do bombardojmë edhe Iranin, por me kush që ne të kemi paqe me Rusinë. Ky është pak a shumë komenti që unë doja të bëja frymëzim, nuk e di nëse do të shtosh në gjë tjetër. Po, tani besoj që edhe unë pajtohem me atë çka e thuani. Jemeni nuk mund të mposhtet arsi. Jemeni e ka provuar Arabia Saudite ndoshta 10 vite duke bombarduar. Izraeli dhe qeveria Biden në këta thuajse 2 vitet e fundit nuk është diçka e re bombardimi nga ana e qeverisë Trump, pra nuk mund të pushtohet një territor duke gjuajtur bomba. Ajo duhet të pushtohet me ushtar, po për ta okupuar me ushtar nuk ka kapacitet Amerika. Bile edhe ato anijet aeroplan mbajtëse i ka në rrezik të drejt për drejt, dhe mua më kujtohet kur e bëm një video për Jemenin kur filluan ata bombardimet, atë video na e bllokuan në Facebook për faktin që mua më kujtohet që thash që ato anije aeroplan mbajtëse do t'i shohim të zhitura në ujrat e Oqeanit Indian apo në detin e Kuq, për shkak se teknologjia ka ndryshuar orsi. Dhe ato anijet aeroplan mbajtëse nuk përfaqëson më rrezik dash për Jemenasit apo për Iranasit, sidomos për Iranasit, dhe as pak rrezik për Rusin apo për Kinën. Dhe e gjitha kjo besoj unë që është një show i qeverisë Trump për ta tërhequr vëmendjen nga paqja që e bën me Putinin, dhe nëse aty arrin që Trump t'i bie një grusht të fuqishëm çifutrisë ndërkombëtare dhe planeve të tyre për shkatrimin e Rusisë dhe vjedhjen e pasurive të Rusisë, besoj që e kam thënë sa herë, kam atë mendim që Izraeli nuk ka të ardhme në lindjen e mesme, rrethanat kanë ndryshuar, sado që amerikanët ta mbështesin Izraelin, fundi i tyre
është negativ, ata do të dështojnë për shkak se statistikisht janë në numër të vogël, territorialisht janë në numër të vogël dhe kanë mbështetje një shtet gjenocidal, si është Shobaja dhe Perëndimi, të cilët e kanë humbur të gjithë prestizhin në botë me kryerjen e gjenocidit në Gaza dhe vazhdimin e këtij gjenocidi me qeverinë e re, prandaj besoj që shtetet e lindjes së mesme dal nga dal do të fillojnë të bashkëpunojnë, pasi që e shiqojnë se këta lufta sektare dhe luftat ndërmjet tyre dhe bashkëpunimi me Perëndimin nuk ka sjell asnjë të mirë qytetarëve të lindjes së mesme, dhe si përfundim do të shiqojmë shkrirjen e shtetit të Izraelit dhe ndoshta çifutët që do të mbeten do të jenë qytetarë të barabartë në një Palestinë të lirë apo një Izrael të lirë, ku të gjithë qytetarët para ligjit do të jenë të barabartë. Këtë e shoh unë të ardhmen. Kuptohet që Netanyahu mund të përfundone në gjykatën për krime lufte, ashtu sikur përfundoi brenda para një jave ish presidenti i Filipinës Duterte, të cilët për shkak një krize politike e dërguan në gjykatën për krime lufte. Dhe besoj që nëse Netanyahu nuk e ndryshon sjelljen, besoj që do të organizojnë vetë çifutët që ta dërgojnë në gjykatën penale, dhe besoj unë që kjo është një realitet i mundshëm. Kuptohet që lobi çifut është ende shumë i fuqishëm në SBA, këta ditë e mora lajmin se zëvendësi Tulsi Gabbard, e cila është në krye të inteligjencës amerikane, zëvendësi i saj një çifut, David Dennis duket e quajnë, nuk kaloi që të bëhet zëvendës i saj për shkak të bllokimit të lobit çifut. Pra Trumpi e shiqon që nuk mund t'i emëroj njerëzit që donaj në qeverinë e tij, pa mbështetjen e lobit çifut, për shkak se ata paralizohen në Kongres dhe Senat, dhe po ashtu e kemi kalimin e buxhetit të SBA-s, dhe ku buxheti për ushtrim u rrit pak përqind, por u rrit dhe ka arritur diku $1 trilion, dhe këtë ishte i detyruar Trumpi që ta bëj, një që të tregoj se ai është për një shtet të fuqishëm militar, edhe pse është i vetëdijshëm që gjysma e atyre parave vidhen nga neokonët dhe çifutëria ndërkombëtare, por ai ishte i detyruar për shkak se pa votat e demokratëve, pa mbështetjen e Chuck Schumer, i cili është çifut, nuk mund të kalonte buxheti i SBA-s dhe kështu që do të vinte një krizë për qeverisjen e vendit. Pra Trump dhe qeveritarët e tij janë të vetëdijshëm që kontrollohen nga lobi çifut, dhe është pak vështirë të ta kalojnë apo ta tejkalojnë ndikimin Izraelit, për shkak se kjo është një proces që ka filluar prej në kohën e presidentit John Kennedy, i cili ka dashur lobin izraelit ta regjistroj si agent të huaj, sikur të gjithë shtetet të tjera. Mirpo ne e dim përfundimin se ai vritet si president, dhe sot besoj që të gjithë dosjet, diku 80.000 faqe të rastit të Kennedy, është e lirë dhe do të munden të studiuesit të lexojnë ata dosje dhe të vinë në një përfundim, që besoj unë që përfundimi do të jetë se presidenti Trump është vrarë nga lobi çifut, dhe që edhe më shumë do ta përkeqësoj situatën e qytetarëve amerikan dhe antagonizmin e tyre kundër ndikimit izraelit në politikën amerikane, dhe kjo kuptohet që është një proces orsi. Përsëri unë betem optimist që muslimanët dhe Palestina dhe Siria dhe të gjithë shtetet të cilat janë në rrezik të ekzistencës për shkak agresivitetit sionist do të jenë në një situatë shumë më të mirë, dhe shteti amerikan do të tërhiqet në zonën e ndikimit të tyre, e që është Amerika Veriore, dhe ndoshta edhe nuk do të kenë shumë marrëdhënie të mira edhe me Evropën,
dhe Evropa, siç e përmendet ju komisaren van der Leyen, do të mbetet një projekt i dështuar dhe do të hyrë në një diktaturë dhe në një sistem i dështuar ekonomik, për shkak se pa energji ata nuk do të jenë konkurrent në tregun botror dhe kuptohet që për çdo ditë hinë në një diktaturë, siç i kishim zgjedhjet e anuluara në Rumuni, apo që sot në Gjermani është thirrur parlamenti i vjetër përderisa kanë zgjedhur parlamenti të ri, për shkak se parlamenti i vjetër i ka votat për ta ndryshuar kushtetutën e Gjermanisë, dhe parlamenti i ri nuk i ka, dhe që kuptojmë se në Evropë nuk ka shtet të drejtës, prandaj nuk mund ta fajsojmë van der Leyen se i fton ata terroristë të Sirisë që t'i financoj me miliarda dollar për të vrarë më shumë musliman në favor të interesave të Izraelit. Pra, gjithë kjo hipokrizi e Evropës kuptohet që do të dështoj, dhe më kujtohet gjë apo parë lexova një letër që kryeministri i Hungarisë ja kishte dërguar van der Leyen apo e Unionit Evropian, dhe një ndër pikat ishte që të lirohet Komisioni Evropian nga agentët e George Soros. Dhe përderisa është në duart e Soros dhe shtetit të thellë, kuptohet që Bashkimi Evropian nuk ka asnjë perspektivë, dhe nëse ndjekni zgjedhjet apo propagandën e zgjedhjeve të Partisë Socialiste në Shqipëri, për shkak se edhe ju jeni para zgjedhjeve, premieri i Shqipërisë çdo ditë në fjalë ka: ne do të hyjmë në Bashkimin Evropian dhe atje do ta rregullojmë bujqësinë, infrastrukturën dhe të gjithë. Pra, paralla 20 vjeçare apo 30 vjeçare e një ideali të rrejshëm, një ëndrre të rrejshme vazhdon edhe tek shqiptarët, por besojmë që të paktën ata që na ndjekin neve, që mos i kenë këta ideale, të përpiqen për një botë të drejtë pavarësisht sekteve të njerëzve apo besimeve të njerëzve, po për një shtet të drejtë dhe një shtet pa lufta dhe që është e përpaqës. Frymëzim, faleminderit shumë për komentin. Për mua situata është shumë e keqe. Ne themi që Izraeli do zhduket, por çfarë po bën Izraeli është që Izraeli po zhduk arabët. Inshallah bën Allahu ymër i bashkojë muslimanët, t'i shliroj palestinezët. Ndoshta ky ka qenë kaderi i palestinezëve dhe i islamit dhe muslimanëve që të zhduken edhe të vriten në këtë farë mënyre, sikur Izraeli i vret muslimanët dhe njerëzit sot në botën e islamit, apo edhe sikur neve që jemi në periferinë e botës islamit, jemi viktim e këtij zionizmit ndërkombëtar. Situata duket shumë e keqe, megjithatë mbetet të shohim në javët në vijim se çfarë do të bëhet. Inshallah e zhduk Allahu Amerikën dhe Evropën, zionizmin, edhe të gjithë këto monstra që zionizmi ndërkombëtar ka krijuar. A ke ndonjë gjë tjetër apo ta mbyll? E mbyllim. Ndoshta në një video tjetër bëjmë për një temë tjetër. Sidomos për situatën në Serbi, mund ta bëjmë një video. Po inshallah. Mirë, miq, kudo që jeni, ju falenderoj që ndoqët bisedën që patëm me mikun tim Frymëzim Daudin, ku pak a shumë diskutuam situatën në botën e islamit, ku sikur po shihet aleanca zioniste, presidenti Trump me kryeministrin fashist Izraelit Benjamin Netanyahu, po nisin pjesën e dytë të luftës masive kundër islamit, e cila synon zhdukjen e palestinezëve, krijimin e Izraelit madh biblik. Ju falenderoj gjithëve. Selam aleikum wa rahmatullah.